Natyra ishte njëherë njëkohë një element thelbësor i identitetit të shqiptarëve, burim frymëzimi për shpirtin kombëtar, një mrekulli që duhej jetuar, ruajtur e mbrojtur. Sot ajo shfaq një realitet ku idealizimi i së dieshmes përplaset shpejt me problematikat që hasen nga veriu në jug. Projekti Grinal, që financohet nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim, me fondet e qeverisë suedeze dhe që zbatohet nga Koplan, Viselbenia dhe Kozv, po përpiqet në të gjithë Shqipërinë të mbështesë organizatat e shoqërisë civile që kanë në fokus mjedisin. Që nga ndotja e ujit, tokës, ajrit deri te shpyllëzimi apo fragmentarizimi i zonave të mbrojtura, organizatat e mbështetura nga Grinal jo vetëm po japin zë problematikave madhore mjedisore, por po marrin masa konkrete për adresimin e tyre. Sot jemi në basenin Ishëm, ku problematika për sa i përket ndotjes është alarmante, pra është lumi më i ndotur dhe njëkohësisht ndër 10 më të ndotur në Bashkimin Evropian. Këto fakte janë me të vërtet për të adresuar organeve ligjzbatuese vendore dhe qendrore në mënyrë që të merren sa më shpejt masa për të mos patur pikën e moskthimit. Jemi këtu në Grykderdhen e lumit Ishëm në detin Adriatik dhe situata siç shikohet është alarmante me mbetje ngado. Kjo është rezultati, pra kishim në burim atje banorë që hidhnin mbeturinat anës briqeve të lumit dhe të gjitha ato përfundojnë në Bregdet. Siç shikohet, situata është sipërfaqësore alarmante, po mos harrojmë që edhe brenda në lum ka ndotje padyshim të mikroplastikës, por edhe të ujrave të ndotura, të cilat pastaj ndosin të gjithë këto faunën e zonës, të lumit dhe të Bregdetit, dhe madje peshkimit, gjithë secili nga ne mund të peshkojë dhe ai peshk me mikroplastik përfundon në pjatat tona. Kjo është rezultati që duhet patjetër të jepet zgjidhje një kohë më parë. Kur flasim për cilësinë e ajrit, flasim për një ndër problemet më të mëdha mjedisore që qytetet të mëdha si Tirana hasin. Në monitorimet e kryera më parë nga Grinal, 12 nga 13 stacione monitorimi të kalojnë ndjeshëm kufin të liruar të ndotjes nga Bashkimi Evropian. Ndër burimet kryesore të ndotjes mund përmendim automjetet e vjetruara, trafikun, aktivitetet intensive urbane dhe aktivitetet intensive ndërtimore, të cilat ndër të tjera shkaktojnë rritjen e temperaturave zonale, duke shkaktuar dhe krijuar ato që ne i quajmë shujtë nxehtësisë urbane. Për të kuptuar më mirë situatën aktuale, Grinal ka krijuar rrjetin e tij të monitorimit me 6 bashki në të gjithë Shqipërinë, ku përveç parametrave mjedisor monitorohen edhe parametra metodologjik si temperatura. Kjo për të kuptuar dhe streset termike. Monitorimi aktualisht kryhet nga Milo Kontakt Shqipëri në përputhje me metodologjinë e hartuar nga Grinal Alternative. Ky monitorim dhe këto të dhëna na ndihmojnë që jo vetëm të kuptojmë situatën aktuale, por dhe të planifikojmë ndërhyrje më lokale duke përfshirë komunitetet, qytetarët, por dhe organizatat e shoqërisë civile. Në kuadër të projektit Grinal, organizata lokale Wellpoint ka ndërmarrë një iniciativë për monitorimin e 2 bioindikatorëve, pilivesave dhe makrofiteve për të bërë një vlerësim ekologjik të 2 ekosistemeve të rëndësishme, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin, siç janë liçeni i Shkodrës dhe lumi Buna. Mungesa e monitorimeve të rregullta në florë dhe në faunë, nuk kemi një matje të dëmit ekologjik që sjellin këto jo vetëm aktivitetet njerëzore, por edhe efektet e ndryshimeve klimatike, dhe pikërisht kjo ishte edhe përgjigjja ndaj këtyre sfidave përmes këtij projekti apo iniciativës tonë. Dhe monitorimi i këtyre 2 bioindikatorëve do sjellin të dhëna të sakta dhe të standardizuara, por dhe një raport mbi situatën ekologjike të liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna. Kemi bërë monitorimin, vlerësimin, analizimin e ndotjes së mjedisit për shkak të shfrytëzimit të industrisë minerare, të industrisë nxjerrëse, siç thuhet ndryshe, dhe kemi konstatuar se ka problematika qoftë në ujë dhe qoftë në tokë në lidhje me praninë e metaleve të rënda.
kemi gjetur se në dy dampat tashmë të braktisura, në qoftë në dampën e ish fabrikës pasurimit të Goraja dhe në dampën e ish fabrikës së pasurimit të kromit në Perollaj, ka prani të metaleve të rënda dhe fakti që këto të dy dampat janë, njëra është edhe amortizuar në kuptimin e qëndrueshmërisë, janë afër baseneve ujore të cilat përdoren nga banorët, qoftë për bujqësi, po qoftë edhe për shërbime të tjera, përbën një rrezik dhe një alert mjedisor. Ndërkohë, njëra prej këtyre baseneve ka problematika me praninë e metaleve të rënda po ashtu. Ne kemi bërë matjen dhe analizimin e lumit Fan në Fushars për shkak të ndotjes së qëndrueshme, shumë vjeçare, nga fabrika e pasurimit të Bakrit në Fushars. Dhe kemi konstatuar se ka problematika të ujit në një gjatësi të lumit të paktën 3 deri në 4 km, ku uji nuk mund të përdoret për kulturat bujqësore, po natyrisht edhe për shërbime të tjera, ndërsa problem ose rrezik të madh përbën prania në lumin e lumit e metaleve të rënda, përfshirë edhe arsenikun. Shqipëria për gjatë vitit 2025 ka humbur mbi 4.9% të sipërfaqes pyjore, mbështetur kjo në të dhënat e sistemit evropian të informacionit për zjarret në pyje. Në vlera konkrete janë mbi 59.820 hektar pyje të djegura, nga 1.197.000 hektar pyje që ka gjithsej Shqipëria. Këto shifra duhet të ngrej natyrshëm sirenat alarmit për të gjithë aktorët. Grinal, përmes iniciativave konkrete, po përpiqet të jap kontributin e vet në adresimin e problematikave që lidhen me zjarrat, por edhe shpyllëzimin. Falë kësaj iniciative që po zbatojmë në Bashkinë e Fusharësit të Pukës, kemi menduar ndërhyrje inovative për zgjidhjen e këtij problemi, siç janë vendosja e kamrave infrared në pikat me riskun më të lartë për zjarrin e pyje dhe kullota, si dhe monitorimi i tyre në kohë reale nëpërmjet dronëve. Gjithashtu, do vendosen 2 kulla vrojtimi në secilën bashki për monitorimin e zjarreve në një sipërfaqe shumë të madhe, për sinjalizimin në kohë dhe parandalimin e zjarreve në pyje kullotave. Gjithashtu, ndër aktivitetet tjera kryesore është rehabilitimi i sipërfaqeve degraduar nga zjarret ndër vite nëpërmjet mbjelljeve të reja, duke shtuar gjelbrimin dhe duke rritur sipërfaqet pyjore në këto 2 bashki. The Albanian forests are under huge pressure, not only ecologically from the forest fires or illegal logging, but also the lack of infrastructure in the rural areas and difficulty to actually work in the high altitude forest, for example. Trees for Albania is working for the last 5 years in Lur. We're working on the reforestation project. We have established a tree nursery, we have a seed collection, and we work with the community, we employ the local community to actually reforest and help with restoring damaged areas in the national park. Thanks to Greenal, we have been able to open a new tree nursery in Voskopoj in South Albania, and that's the first step to create this reforestation network which we are kind of trying to build. Po për fat keq, presioni mbi burimet tona natyrore, sidomos biodiversitetin, larmin biologjike, zonat e mbrojtura që janë epiqendra e tij, presionit pra janë rritur së tepërmi për shkak të ekonomisë që tenton të përdori burimet tona natyrore si asete për një zhvillim të paqëndrueshëm. Ndaj, në gjithë këto vite të fundit ne jemi të përfshirë forcisht në advokaci, hapur këtu, theksuar këtu fushata që kanë qenë deri diku të suksesshme, e disa tjera jo dhe aq. Sidomos në vitet e fundit jemi të përfshirë në kundërshtimin e ndryshimeve ligjore që cënojnë gjithë biodiversitetin kombëtar nëpërmjet cënimit të sipërfaqes të zonave të mbrojtura. Pra, edhe projekti Greenal, në cilin ne jemi të përfshirë, kontribuon pikërisht në përmbushjen e këtij misioni që ne kemi, por nëpërmjet një rasti konkret ku ne punojmë në zonën e Vjosnartës për të njohur më nga afër impaktet e ndërtimit të aeroportit në botën e egër, jo vetëm, po edhe në sigurinë ajrore, dhe për të bërë njohur publikun me këtë rrezik që i kanoset jo vetëm biodiversitetit, por edhe sigurisë njerëzore. Organizatat kërkojnë nga institucionet vendore dhe qendrore të bëjnë më shumë në nivel monitorimi apo ngritje të task forcave të dedikuara për përballimin e shqetësimeve më imediate.
Ato po punojnë në angazhimin e komuniteteve në çështjet më madhore që cënojnë sot natyrën shqiptare, si dhe ndërgjegjësimin e tyre për rolin që duhet të luajë gjithsecili në të ardhmen e gjelbër të vendit. Nevojitet një bashkërendim i punës mes institucioneve, organizatave dhe ekspertëve për të adresuar problematikat që t'i kalojnë kapacitetet e një aktori të vetëm për të dhënë zgjidhje. Grinal ndërkohë do të jetë këtu, gati për të bërë një zë, mbështetje, por edhe influencues në drejtim të politikave që mbrojnë dhe zhvillojnë në mënyrë të qëndrueshme mjedisin dhe natyrën shqiptare.